politika duket se ka një lloj varësie nga krimi. Bandat e para të Tiranës, bandat e 97-s, lidhet që filluan të ndërtohen me politikën, vitet 2000 e pas, Fatos Nanos kryeministër me Berishën, gjithnjë ka pasur përplasje të frikshme për lidhjet që secili mund të kishte me botën e krimit. Pse është kaq prezente në 12 vjetët e fundit krimi në shoqërinë shqiptare apo bandat që shihen si të vetmit që mund të zgjidhin hall, njerëzit që të vetmit që mund të t'japin një lloj zgjidhje problematikat shqiptare që nuk ta jep shteti shqiptar. Si qëndron lidhja e krimit dhe politikën apo me shtetin ndërsi? Me prej vitesh këta nuk na kanë lënë pa punë. Kemi pas gjithmonë mundësi për të raportuar për ngjarjet kriminale, fatkeqësisht, gjithnjë kontekstin njerëzor. Nëse do shohim shoqërinë shqiptare, tranzicioni që kemi kaluar është karakterizuar nga një natyrë kriminaliteti e gjithgjës, që pas viteve 90-91. Kujtojmë bandat e para të Tiranës e tjera me radhë, bandat e 97-s, lidhjet që filluan të ndërtohen me politikën, vitet 2000 e pas, që ka pasur gjithnjë, nëse do të kujtojmë parlamentin e Fatos Nanos kryeministër me Berishën, lider opozite, gjithnjë ka pasur përplasje të frikshme në debate për lidhjet që secili mund të kishte me botën e krimit. Pra që aty u kuptuar qartësi që politika duket se ka një lloj varësie nga krimi. Dhe kjo vijoi për vite me radhë.